është një personazh kompleks, i përmbledh gjitha. Por në atë kompleksitetin e mirë të gjërave, do të thoja, sepse kompleksiteti i tij fillon që nga të qenit sportist elitar, kampion i mrekullueshëm boksi. Kur them kampion i mrekullueshëm boksi, kam parasysh stilin e tij elegant, saqë më vonë, kur këtu boksi ishte ndaluar dhe ne shihnim me vështirësi nëpërmjet kanalesh të ndryshme, me mjetët të ndryshme, siç ndodhte diku në Shqipëri boks Muhamet Aliun, Cassius Clay, që është mbreti i boksit profesionist sot për sot, ne thonim stili Ahmet Golemit. Të mendosh që atë stil të jashtëzakonshëm të Cassius Clayt, Muhamet Aliut, t'ja përshtasësh Ahmet Golemit. Nuk egzagjeroj. Ka qenë i bukur në të vërtet në mënyrën e tij se si boksonte, se si vallëzonte në ring. Ringu, një simbol i forcës, i egërsisë, i grushtave, ai vallëzonte duke sikur të përkthelte, po ishte tronditës me grushtet jep të kundërshtarit dhe ishte fitues gjithmonë. Ky është portreti si boksier unikal për Shqipërinë, për stilin, elegancën që paraqiste në ring. Pastaj Ahmet Golemi, në atë kompleksitetin e tij të gjërave, nga boksier ishte edhe gazetar sportiv. Në vitet 90 e tutje, kur dolën dhe televizionet private, u zhvillua shumë si thosh edhe sporti i boksit edhe tek Neri Lindi, ai mori rolin e komentatorit sportiv. Unë do të thoja që mënyrën si e paraqiti boksin në komentet e tija është krejt sui generis, po them, i veçantë në stilin e tij. Siç ishte original në boksim në ring, ai është tepër original. Ato pastirmat e tij që duken të forta, plot shpirt, se kur i dalin nga fundi i zemrës, ato janë përjetim real i Ahmet Golemit për atë që shef, duke sjell përvojën e tij të kaluar edhe nëpërmjet transmetimit të tij. Në gjithë këtë kalvar, se kështu do ta quhet gjithë jetën e tij, punën e tij deri tek burgu, si ka gjetur mundësi të mbjetoj e të jetë përsëri, si thonë italianët, in gamba, për të qenë i fortë edhe në transmetime dhe një jetë është mjaft simpatik. Them pra, ku e gjen këtë forcë Ahmet Golemi? Faleminderit, keni bërë surprizat forta. E di që ju një natyrë shumë e ndjeshme dhe ne në fakt nuk kemi mësuar që të shikojmë njerëz kaq të ndjeshëm sa ju, por që në fakt duhet ta pranojmë që sidomos në komentet sportive, aq më tepër pastaj kush nuk e ka ndjekur ato, le të themi, ndeshjet e Eçatos në vitër kampioni dhe ato ndeshje nëse i mban mend sot, natyrisht i mban mend për fitoret e tij, por megjithatë të paktën televizionistët na kanë ngelur në mendje nga komentet që u bënit, nga mënyra me kaq pasion që komentonit. Ishte vërtet, do një gjë e tillë nuk besoj se në komentet sportive ishte parë në atë periudhë. Do më falish, unë ka filluar në 91 të komentoj në studiot e televizion shqiptar. Është rasti të falenderoj ata të cilët nuk e di pse edhe ata më shënuan mua që të vija të komentoja. Boksi akoma nuk ishte ligjëruar, ishte akoma drejti ku nuk ishte demokracia e ligjëruar, dhe të falenderoj Andrea Nathanaelin, Vladimir Grillon, Arjan Pakirin që nuk jeton, Arjanin Bonimishe, për mëni se është një ish kolegë